Nëna, të dashur miq, një ditë prej ditëve Bilali radiallahu anhu I kishte ngritur duart dhe thonte: O Zot, bërëm që të hyj në xhenet me Uvejsin. I than: Bilal, çu bë? Kush është ky Uvejs? Ne nuk e njohim këtë. Tha: është vërtet. Isha një ditë prej ditëve në xhaminë e pejgamberit, me mua ishte Omer ibn el-Khattabi, Ali ibn Abi Talib dhe shumë prej sahabëve të mëdhej. Dhe pejgamberi Allahut na tregoi duke thënë: unë dhe Uvejsi do të jemi bashkarisht në xhenet. I tham: ja Rasulallah, kush është ky Uvejs? Ne nuk e njohim këtë në Medinë. Tha: është Uvejs el-Qarani, që është nga Jemeni dhe është një djalosh që I panjohur në tokë, por I njohur në qiell. I tham: ja Rasulallah, a na përshkruash pak si duket ky djalosh, që nëse e shohim të dim. Tha: është një djalosh I zi në lëkurë dhe ka një bardhësi në shpatull që është sa kur një dinar, dhe nëse ky person lutet, Allahu e dëgjon lutjen e tij, dhe ai do të lutet e 200.000 musliman do të hyjnë në xhenet për hir të tij. I thanë: subhanallah, ja Rasulallah, e çka bë ky njeri që është kaq I mirë? Pse nuk është këtu te ti në Medinë? Tha: mu kjo është çështja. Ai deshti që të vinë në Medinë, por nëna e tij e ndaloi. Nëna e tij ishte e smurë dhe ishte e verbër, dhe ajo I tha: jo, nëna ka përparësi që sa të shkosh në Medinë te pejgamberi Allahut. Dhe ai u tërhoq nga karavani për me e ndihmu nënën e tij dhe për me I bë nder dhe shërbim, dhe u tërhoq nga pamja ime. Për këtë kënaqësi Allahu do t'i jap këtë mertebe dhe këtë nivel të lartë tek ai. Nëna. Allahu I ruajt nënat tona dhe nëse kanë vdek I mëshiroft ja Rabbel Alamin. Është një krijesë që Zoti e ka marrë vetë në përkujdesje dhe në mbrojtje, është nëna. Afrohuni afër saj që të jeni afër edhe Zotit tuaj. Kudo që jeni, mbeqet mirë. Selamu alaikum wa rahmatullah.